një djalë në telefon që do të na tregoj historinë e një shokut vet të ngushtë se si pretendonte dhe ju shitej vajzave sikur kishte lek dhe si gjente realisht ato gjërat që ju shiste vajzave. Jam shumë kurioze. Hajde Gjesi, merri pak në telefon. Do e marrim tani. Të shohim çfarë do na tregoj. Historia është shumë interesante, po sepse njerëzit mendojnë që vetëm ne kemi këto shqetësime, do të vetëm neve sa pëlqejnë gjithë që kanë edhe çunat vet. Ua që kam haruar të them që ky lloj i çunave është fiks lloj që i lëpin atyre që kanë me vërtet lek. Ka një shok që ka me vërtet lek dhe këta i lëpin atyre. Kemi një kështu në fund që do e lexoj Megli, që është shumë e vërtet kjo që sapo them. Dhe tani kemi telefonatën. Alo, si e? Mirë, që kemi gota si jeni? Kemi. Hi! Keni po shumë mirë që keni hapë të temën se po shtohen shumë si këta legendat. Po pra. Dhe një prej këtyre është edhe shoku im i ngushtë, po s'kam qa me i bo se kam ja 15 vite shok, domethënë kena qenë me i lagje, me i shkollë. Edhe pasi mbaruam gjimnazin, ai si këta çunat vendosi me ik në Angli, domethënë me vazhdu si me thonë të jetë në rrugës. Kurse unë vazhdova shkollën e lartë. Po? Edhe me mbështetjen aty në shtëpi hapa i biznes. Po unë atë nuk Shoku iku në Angli. Shoku iku në Angli. Shoku shkoi në Angli, po. Po? Kurse unë domethënë nuk është se gjykoj për zgjedhjen, edhe gjithë tipat çunat që kanë qenë në Angli apo kanë qenë emigrim, domethënë ja kanë dalë mirë, po prap duhet me ditë si me menaxhu lekun, a kupton? Se ai nedi ja 4-5 vite, ne erdhi këtu edhe i boni lekët byth. Jo pushime në për jug, jo dhurata shtrenjta gocave, ju marrun lekët për i vit. Ore, pyetje më fal se po ndërpres. Pati makinë me targat verda, po e përplasi atë. E përplasi. Se kishte menu që makina edhe mund përplaset, a më kupton? Ikin legët. E pritit sekond. Është shumë e më nervë ja caruar. Ja caruam se ka shumë, po dëgjoj. Ato dhuratat e shtrenjta që ja blinte këtyre gocave, u blinte origjinale apo u blinte kishte edhe fake? Se përderisa e ke pas shok ngushtë. Jo, nuk është puna aty, është puna që edhe Instagrami tash ju e kuptoni vetë storyt plot në për klabe, tu tregu rezervimin, tu hap shampanjë, domethënë storin me timonin e makina, tu tregu që është i fortë, domethënë nga ato që kanë lek. Tani problemi që ndron se sa e postot ai makinën time se postoj unë. Do me thot merte makinën ty. Po pra, makinën time, orën time, tash mos flas për këto veshje, se këto janë normale të kesh veshje firmave. Ato ja kanë falur. Thash se është normale të ti marrë shoku. Ja ke falur ti? Ja ke falur apo ja jepje borxh? Po ka i limit, unë për këtë e kam. Domethënë se na herë i them, pa frapi, koçe, i sekond më tash ti me orën time do dalësh, i them, jo po do dal me i gocë, më thonë se ato 2 herë të para më thot se pastaj i them, jo po e la shtëpi, jo po e harrova, jo po e kam çu për tregullu se kishte i defekt. Tash i vjen dhun se edhe kështu se i di, më tha i gocë po ju sa po ju të 2 ora. I thoi keni se mirë makinat, hajse. Ka thënë një gocë ty, i keni orat njësoj? Po bra, po ku e kishte vërë edhe ajo, a ke përshtyr se do njerëzit i kanë syre shumë fort. Pse dilni me gocat njëjta, mos do t'ja jeni shok të ngushtë. Ai flisni dola me këtë, dola me atë. Po ajo goca sa mira paska pa orën që paska pa që ka njësoj. Tash i ka pas raste që ka pas një rast specifik që më thon, po prap njerëzit e marrin vesh dhe flasin, thon filani ku i qeti lekë ne. Edhe ata që të nuajnë, domethënë shoqëria e ngushtë e di mirë këtë gjë. Tash unë atë kam gjanja, bi hallet e du fort dhe shumë fëmijërie, edhe prap jam mundu me i fol që nuk është kjo mënyra tur me interes femra dolla, se me makinë, me ora duke i marrë një borxh. Ore, kam një pyetje. Nuk kam metar asnjëra e hajrit kështu se njerëzit e marrin vesh për këtë. Edhe unë për ja u them, mos u merrni goca me kështu lloj çuna se nuk ja vlen. Një pyetje, tani sa herë në javë ta merrte makinën ai ty, që je kaq i nervozuar? Asë kam numru në herë sa e ka dash të ka marrë. Sa e ka dash të ka marrë? Po, a kupton se është shok, është çështje sedre. Ne kemi edhe shok tjerë, ai ka i servis edhe ati, sa e ka, nuk ja jepja unë se kisha i halli, a merrte ati, am kupton. Nuk është puna. Ai të bësi njështu, i thon asaj, unë ndroj makinat kështu si rrobat, pop. Aha, bo. Çfarë do bëj Blerta? E po harrova unë tani pyetjen, nuk e di. Jam shumë e shokuar nga çfarë po dëgjoj. Ti rrobat sa merrem, rrobat që jepje. Ja, për rroba do bëja. Është gjë që unë nëse ta kam dhënë ti ke dalë me rrobën time tash nuk do bëhemi të gjithë me të njëjtat rroba, am kupton, unë ta kam dhënë rri mirë kjo ta maj. Po maja, ai ta gëzosh.
A më kupton, ç'është. Po kam një pyetje, ma jepi çikin sekond. Kam një pyetje, mos ma merr për ters, të lutem, se është thjesht kuriozitet me që na tregove historinë. Tani ti këto rrobat firmato që i jepi këtij shokut, i ke realisht firmato apo i ke kështu first replika edhe se kishe problem që t'ia falje për shembull? Po ka pas dhe gjona që i kam pas firmato që i kam ble, nuk kam qenë në një vend jashtë ose qoftë edhe këtu çka kam marrë një gjë të mirë. Edhe prap nga artistëm ka thonë, laj, ma jep mu këtë aksion, kjo kapelja më shkoa në këtej, qa ripi, ta ma jep mu këtë ripi. Imagjino edhe ripin i kam thonë, kam fal. Ai duhet të nga ata meshkujt që fut bluzën poshtë ripit edhe kërcen klab me një gishtin e madh të ripit dhe një gisht lart. Dëgjoj, a ka sukses me femrat ky lloj djali sipas këndvështrimit tënd si çun? Po, përderisa jena ne kështu budallë, normal do ketë sukses. Në moment që do i them unë për shembull stop valla, se kaq, unë nuk punoj për ty, jam kupton se. Do i gjej një tjetër si ti. Pra ti na ke marrë ne në telefon. Ai suksesin e merr nga puna ime, kupton? Nëse ka punë të biznesi, ai i funksionon. Ndoshta mu unë çaj harret me rrobat e shtëpisë, ai vazhdo del ka. E gjeta. Më fal të ndërpres. Ti na ke marrë në telefon, do me thënë që ne të t'japim guximin që të mungon që të shkëputesh nga ky shok toksik materialist i ndyr. Jo që nga shumë fjali e vështirë, po gjithsesi duhet. Ua, legjendar. Mos u merrni me këto tipa që kështu që shohin gjona, a kupton, to çuçi. E njëjta gjë vlen edhe për ty, mos u merr me kështu tipa që të zhveshin nga ana materiale dhe tim përdorin. Ato zhveshin literalisht me rrit me bluzë. Po pra, po shoqëria ka një limit, çfarë do me thënë kjo? Jo po edhe Jo, Megli, jo. Jo. Ne të falenderojmë shumë që e ndave me ne këtë historinë, sepse shumë e rëndësishme që të kuptojmë që jo vetëm vajzat janë të shqetësuar nga këtë lloj tipash që ekzistojnë dhe janë vërdall Tiranës, po jo vetëm, po ka dhe çuna që bezdisen. Faleminderit juve që e keni hap këtë. Faleminderit. Që të reflektojnë ata tipat, a kupton? Unë jam e sigurt që ata tipat nuk do reflektojnë dhe do vazhdojnë, do shajnë dhe do acarohen, po kujt i plasi në fund të ditës. Shive nesër sold out gjithë dyqanet me drese. Si ajo kapelja me blet, që kishin ato. Faleminderit shumë.